Në fshatin Vrapçisht, në organizim të rinisë, donatorëve dhe mërgatës së këtij fshati, u organizua një iftar i madh i përbashkët. Iftari u organizua në qendër të fshatit në ambient të hapur, gjithsesi të obori xhamisë Jeni ku morën pjesë qindra banor. Paraprakisht, të pranishmit kishin mundësi të dëgjonin lexim të Kuranit dhe ilahi të ndryshme nga muezini i xhamisë Jeni Abdulaziz Galipi dhe Muhamed Emrullaj, student i Fakultetit Teologjik në Universitetin e Stambollit. Uğrarsın derde, yatmaz seherde, uğrarsın derde, söyle her yerde, elhamdülillah, söyle her yerde, elhamdülillah. Besim tarık yengezim, Ezani i akşamit që simbolizon edhe kohën e iftarit u këndua drejt për drejt nga vendi ku ishte shtruar iftari. Mesin e të pranishmëve ishte edhe Mallazim Zendeli nga Muftinia e Gostivarit, i cili uroi që ky organizim të mbetet tradicional. Të nderuar qytetarë të fshatit Vrapçisht, ju vëllezër të respektuar të cilët sot i hapët zemrat tuaja dhe e bët ftesën e përgjithshme dhe organizimin e madh të këtij iftari. Lusim Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelaluhu të na ketë pranuar në mëshirën e tij këtë iftar. Vërtet sonte zemrat tona, sy ton, mendje tona, trupi jon, po mbi të gjitha shpirti jon lartësohet tek i madhi Allah Gjeleshanu e Gjelle Gjelaluhu që na mundësoj në mënyrë të organizuar dhe së bashku të përjetojmë edhe një gëzim të iftarit. Pa dyshim se Allahu i lartë madhërishëm dhe Muhamedi a.s. na kanë përgëzuar dhe na kanë thënë se agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka kur e qel iftarin dhe gëzimin e dytë ka kur me agjerimin e tij do të takoj Allahun Gjeleshanu në botën e ardhshme. Në emër të muftinisë Basisë Fetare Islame të Gostivarit, në emër të muftiut të saj Haxhi Sabaudin Efendi Zendelit, por më lejoni edhe në emër të Reisul Ulemas, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetau, të apërcjelli selamet e përzemërta dhe të uroj kështu në mënyrë të organizuar këtë Ramazan, këtë iftar, e inshallahu taala, sikur jemi të bashkuar këtu në dunja, sikur jemi të bashkuar në Ramazan, Zoti na bashkoft të gjithëve në xhennet në botën tjetër. Faleminderit që të gjithëve. Të pranishmit në emër të banorëve të gjithë imamëve të xhamive të Vrapçishtit i përshëndet imami i xhamisë Eski Selim Ilyas, ndërsa duan e iftarit e bëri Mehmet Ali Zeqiri, imami i xhamisë Haxhi Ahmet. Oruçlunun 2 tane değerli anı vardır. Ramazani ka 2 momente të rëndësishme që janë koha e iftarit dhe lutje ndaj Zotit. Dua të falenderoj donatorët dhe organizatorët në emër të gjithë imamëve të gjitha xhamive të Vrapçishtit. Qoftë ky iftari i bashkimit i përvitshëm në fshatin ton. وأكرمنا برؤية جمالك يا إله رب العالمين اللهم زد ولا تنقص بحرمة أسرار الفاتحة. Ideja e organizimit ishte që të kalohet një iftar i përbashkët me të gjithë fshinjët si një kulminacion i bashkëjetesës që të përcjellet tek të rinjt mesazhi i solidarizimit.